Hyrjet kryesore për në Prishtinë të enjtën do t'jenë të bllokuara nga kamionet e disa bizneseve të mëdha në vend. Qytetarët të cilët të enjtën në intervalin kohor 10 deri në 12 synojnë të vinë në Prishtinë nga komuna e Gjilanit, Ferizaj dhe aeroporti i Prishtinës duhet të përdorin rrugë alternative. Kjo pasi hyrja kryesore nga këto komuna për në kryeqytet do t'jetë e bllokuar nga bizneset. Kjo revolt e bizneseve vjen si pasojë e vendimit të zyrës së rregullatorit të energjisë elektrike për daljen e tyre në tregun e lirë energjetik. Janë 4 lokacione. Lokacioni i parë është Veterniku, rrugat që vjen prej Gjilanit, Ferizajt dhe Prizrenit, prej Veternikut të poshtë, rrethi Flamurit. Lokacioni i dytë është Dugagjini Centër rrethi dhe që shkon ka Fushë Kosova. Lokacioni i tretë është rruga prej rrethit prapë të Dugagjinit Centër, po që shkon për Mitrovic. Dhe lokacioni 4 është rruga që vjen prej Podujevës të Sharbanët. Ky vendim është shumë i shpejt, shumë i ngutshëm, i pa analizuar dhe do të shkakton dëme të jashtëzakonshme edhe te biznesi, po edhe te punëtorët, po sidomos edhe te rritja e çmimeve që do të afektojë. Përfaqësues të bizneseve thanë se kalimi në tregun e lirë energjetik do t'i dëmtojë edhe ato dhe konsumatorët. Andaj edhe kërkuan që ky vendim të shtyhet. Nuk është dëshirë e jonja që nesër të dalin maunat, bizneset të ndalin punën, t'i blokojnë rrugët, por është një mesazh që ZRS duhet t'i dërgohet edhe në këtë formë dhe institucioneve të tjera në mënyrë që ky vendim të kthehet mbrapa. Këto vendime të mëdha të cilat kanë ndikimin ekonomik në vendin duhet të merren bashkërisht dhe gjithmonë duke pasur parasysh të mirën e përbashkët. Jemi të hapur për dialog me qeverinë, me zërin, me të gjithë aktorët të cilët janë të gatshëm për të gjetur një mënyrë se si të aplikohet kjo masë të cilën e ka marrë zëreja në mënyrë më të mirë të mundshme që mos ketë të biznesit. Përfaqësues të bizneseve kanë paralajmëruar edhe veprime tjera deri në plotësimin e kërkesave të tyre. Protestat nuk do të ndalen.